globale. Gjitha këto do të diskutojmë së bashku me të ftuarit Avni Arifi, ish ambasador në Emiratët e Bashkuara Arabe. Mirëmëngjes, mirë se erdhë në studio. Gjithashtu kemi Lutfi Bilali, ekspert i gjeopolitikës. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhë në studio. Si dhe Avni Çakmaku, njohësi zhvillimeve në lindje të mesme. Mirëmëngjes, mirë se erdhë. Po ashtu në lidhje direkte kemi shqiptarë nëse jeton në Izrael, Ita Gani. Mirëmëngjes Ita, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, përshëndetje. Fillimisht, si është situata në Izrael, me qenë se u bashkuat e fundit, si është situata atje, a jeni të sigurt? Ka pas ndonjë zhvillim këto orët e fundit? Po, situata vazhdon të jetë shumë e vështirë. Ne jemi të sulmuar gjithkohë nga Irani, por ajo që është kryesorja që kjo luftë ndryshon nga luftrat e tjera, sepse në këtë luftë është pjesëmarrës dhe Amerika dhe Izraeli në bashkëpunim me Amerikën, është një forcë e cila na moralizon, si të thuash, në këtë luftë që shpresoj që do të jetë edhe lufta e fundit. Por në këto momente dhe para gjysmore ne ishim në dhomat e sigurimit, i gjithë Izraeli është i mbyllur, mund të them, të gjithë janë në zonat e sigurimit, të gjitha janë të mbyllura, do me thënë kemi një gjendje të jashtëzakonshme lufte. Qartë Ita. Mirë, dua të flasë fillimisht me ju, zotri Arifi, si ish ambasador në Emiratët e Bashkuara Arabe, pse e njihni mirë dhe këto zhvillime, a jemi duke u përballur me një konflikt të kufizuar në mes këtyre vendeve ku në qendër, pra mund të jenë Izraeli dhe Irani, apo mund shohim një përshkallëzim të kësaj çfarë po ndodh atje? Unë po besoj se sa i përket përshkallëzimit është arrit sa mundet me u përshkallëzu. Mbram e kesh sulmu edhe Hezbollahu, që deri tash çuditërisht ka qenë i heshtur, e kesh sulmu Izraelin, dhe Izraeli pastaj me njëherë ka ndërmarrë reaksione hakmarrëse. Nuk besoj që mund të ketë një përshkallëzim kuptim të kyçjes së shteteve tjera, por që ka mund të shohem është një intensifikim të bombardimeve të Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Izraelit dhe kyçjes së shteteve të tjera. Mbram edhe Britania e Madhe është bashkangjit, pritet që edhe Franca dhe vende tjera të BE-s, të NATO-s. Çfarë nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton se të më tutjeshëm? nuk po flasim më vetëm për, është vështirë me besu se po flasim vetëm për me sjell Iranin në tavolinë të bisedimeve. Kjo po merr për masa dhe më të mëdha e posaçërisht duke marrë parasysh aksionet që Irani është i marrë në ngushticën e Hormuzit, që nga dje është ndalë transporti atje, mbyllja potenciale e ngushticës së Hormuzit do të nënkuptonte krizë globale ekonomike për shkak se mëse 20% të naftës botërore kalon përmes kësaj ngushtice. Dje ka pas 3 anije janë godit, një është i vdekur, një qytetar, kurse sot sa mujta me më rri, e ka ndalë për momentin krejt transportin. Kjo ka implikime të jashtëzakonshme duke përfshi edhe Kosovën, ku për një javë ditë rritet çmimi i naftës të paktën për 20%. Do flasim edhe për këto, se si do ndikojnë në Kosovë, dua të flas pak edhe me zotri Bilalin nga aspekti i zhvillimeve gjeopolitike. Deri më tani nuk është që kemi pa të përfshirë Rusinë dhe Kinën. Ka gjasa që edhe këto të përfshihen në këtë konflikt? Deklarata zyrtare politike ka. Ministria e Jashtme kineze ka gjykuar edhe seanca urgjente që thirr Këshilli i Sigurimit. Meqense Këshilli i Sigurimit thonë drejtën mund të banë një kurzi kështu një takim, nuk praktikisht kanë pak ndikim. Ai i njohshëm Dimitrievi, zamën sekretari i Sigurisë Kombëtare të Federatës Ruse, ka gjykuar dhe ka përdorur fjalit të cilat botën e sheh që është në rrezik, sipas tij, por konkretisht besoj te Rusia mund ta ketë fatin e Venezuelës sa i përket ndihmës Iranit. Meqense Irani nuk është arre fort, nuk është Venezuela, dhe njerëz krahasimet që kanë bë kanë po gabime të mëdha.
Por Kina është një aleat, mund të thëmë, kyç për shkak burimeve të energjisë, ku dikon, mund të thëmë, 80% të naftës kinest edhe me shvim bukur të volit që marrin nga Irani. Mendoj që në aspektin e sigurisë globale gjendemi në një situatë jashtëzakonisht të rëndë. To duhet pranojmë. Më e rëndë sa konflikte tjera që gjatë vitit kaluar? Absolut, është një situatë, mendoj që shef vendet e gjithë. Po e quan që mund të jetë dhe një paralajmërim për një luftë të tretë botërore? Kjo është, shef, mund të kemi shpresa jo naive, sepse nga njeri u flet, ka erë është mirë mos me pas informata se me qeni dezinformum. Dhe mendoj që sot jetojmë në kohë të dy palët, kanë edhe në lidhja dhe përëndimi dezinformata të llojit vetë, kjo është luftë, dhe normal që nanën në pyetjen e ju si dhe në aspektin geopolitik, mendoj që kemi një situatë ku mund të ketë pasoja të një përshkallëzimi. Është hera parë në historinë. Mund të thëmë më tre, që sulmohen 8 shtete nga një vend. Irani, dikush mund të thëtë i ka sulmu bazat amerikane, por edhe pse kanë një lloj sovraniteti ato baza. Mendoj që 8 shtete, duke përfshirë edhe marinë luftarake, 1/3 që është e koncentruar në detin arabik, atje nga Oqeani Paqësor. Anglezë Britanik kanë dhënë një shajqe Diego Garcia në atë bazën në Paqësor, deri në momentin e fundit kanë hezituar që të përdore, sidomos B-2-shi, ai bombarduesi i famshëm. Por janë përfshirë tashmë dhe ata apo jo? Po shif, efekti nuk mundet me qenë mendoj, shef, dy qëllimet që kanë për qëllim që goditja të jetë në centralet shkatrimin e programit bërthamor, bili Izraeli ka pas një taktik në Gjenevë përmes Vitkofit ta të synoj edhe ose përmes Trumpit, se këtë luft me thot drejtën i familje ka ndikue Benjamin Netanyahu me fillue, edhe Trumpi ka qenë në një pozitja zakonisht të rëndë. Ka ndiku Netanyahu të filloj kjo luft dhe mendon që është duke u bërë pikërisht për atë se çfarë po raportohet për përshkallëzimin apo parandalimin e lëvizjeve tutje për krijimin e armëve bërthamore apo ka diçka tjetër Çakmaku? Që pretekstet mund të jenë të ndryshme, po kjo që po ndodh tash është mas pakti konflikt ushtarak. Kjo është një konflikt geopolitik i përmasave të cilat e pa mundson se të cilin prej akterëve të cilët janë që të jetë komod se edhe të thot, po çka do që ndodh, nuk ka problem. Për shkak se pesha është shumë e madhe, veçanërisht për Amerikën. Nëse Amerika nuk arrin që me të vërtet ta ndryshoj gjendjen e Iranit në kuptimin, po themi hajde të një demokratizimit të atij shteti, po jo në kuptimin e demokratizimit, po në kuptimin e përvetësimit si aleat përëndimor, Amerika definitivisht do të humbë lindjen e mesme. Për shkak se gjitha bazat të cilat i ka vendosur në atë pjesë, kanë qenë bazat të cilat janë vendosur me pretekstin se Amerika do t'ju siguroj një lloj sigurie nga sulmet eventuale të cilat mund të ndodhin ndaj atyre shteteve. Irani, siç e tha kolegu, në këtë rast, 8 shtete kanë qenë të sulmuara drejt për drejt. Edhe gjithaj potencial të cilën Amerika e ka vendosur në për ato shtete, kanë qenë jo efektive që të bëjnë një parandalim. Prandaj Amerika në këtë rast, pavarësisht ka qenë Amerika ka dështu në këtë rast? Jo, po thomë, nëse ajo ja rrit shumë peshën e këtij konflikti edhe i involvon edhe akterët e tjerë detyrimisht. Kina nëse bie Irani në kuptimin e kalimit në anën tjetër të geopolitikës, atëherë Kina do t'i bart pasojat shumë të mëdha veçanërisht ekonomike, po edhe geostrategjike, për shkak se ne e dim që tendenca e Kinës për korridorin apo rrugën e Mendafsht që të rihapet ai korridor edhe tregtia kineze dhe gjithaj zhvillim ekonomik i Kinës të deportoj në pjesë tjera të botës, ajo do të ketë një pengesë shumë të madhe në këtë rast. Prandaj Kina nuk guxon në kuptimin e interesit të shtetit të tyre të jetë indiferent se çka po ndodh. Prandaj kjo jep shumë një peshë të madhe krejt këtij konflikti që e rrit mundësinë e zhvillimit ose
për masës e saj që mos të jetë lokalizume, apo mos të jetë vetëm përmes 2-3 akterve, po të involvohen një korpus shumë ma i gjanë i atyne shteteve të cilat pretendojnë që janë lojtarë global. Gjatë ditës djeshme, ca kishin dhe bazat ushtarake franceze dhe italiane, apo jo? Po, është baza navale, aerore e franceze në Dubai është godit. Mirë po, targeti kryesor po shihet që nuk janë bazat ushtarake. Për shembull, dje, sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Emirateve, kanë qenë 540 sulme me dron dhe 200 raketa balistike, 200 sulme me raketa balistike në Emiratet Bashkuara Arabe. Pothuajse të gjitha kanë qenë të drejtuara drejt bizneseve dhe institucioneve apo objekteve civile, aeroporti, sot mora vesh se është bombarduar edhe Amazoni. Dhe me thonë, kryesisht ka pas tendencë edhe Burj Khalifa, Burj Al Arab, dhe me thonë objekte... Ka pas sulme edhe në aeroportin e Dubajit në këtë mëngjes. Blet ty ka dhe është një i vdekun, është i vramë, dhe me thonë, janë 4 të vramë deri më sot në Emiratet e Bashkuara Arabe. Irani nuk po e sulmon interesat amerikane, po gjithmonë e ka pas ëndër dyqysh, sepse... Po kënë po sulmon? Emiratet e Bashkuara Arabe, për shkak të shkallës të madhe zhvillimit, është kriju një farë xhelozie, për shembull, se këto janë vendi i pasur me naftë. Është Irani, vendi i pasur me naftë Emiratet e Bashkuara. Emiratet e Bashkuara jetojnë si bosa, ekonomia aty në është e hapur, ka zhvillim, është jashtëzakonisht këtë bota shkon në Emirate, kurse Irani është në sanksione, në varfëni. Tash valla pak kanë me pas problem. Jo, besoj që po, nëse zgjat po, mirë po. Dhe tash të... Pra, do të thotë është një xhelozi në mes Iranit ndaj Emirateve të Bashkuara? Në vitin 2020, kur e ka pas vra Trumpi Sulejmanin, dhe me thonë ka qenë një general famkeq iranian i cili në Siri ka pas fillu me i godit interesat amerikane, qysh atëherë është ditë se herët avon Irani ka me bombardu Abu Dhabin dhe Dubajin. Dhe që në atë kohë kanë marrë masa për me më mbrojt, dhe më me thonë se mbrojtja kundër aerore e Emiratet Bashkuara ka qenë befasisht e sukseshme në interceptimin dhe rëzimin e raketave. Nëse këshyrë sa raketa balistike ka shpraz Irani, të gjitha mbrojtjet kundër aerore të vendeve në rajon janë relativisht sukseshme. Nëse dërgohen 100 raketa balistike dhe rëzohen 90, kjo është një sukses i jashtëzakonshme. E vërtet që ato 10 po shkaktojnë dome, mirë po megjithatë është një ombrelë e fuqishme e mbrojtjes kundër sulmeve nga Irani. Tash, apo themi që po e dobësojnë më shumë Iranin, apo në këtë rast Shtetet Bashkuara baza atyre që ndodhen nëpër Emirate? Perëndimin, Shtetet Bashkuara nuk janë ka dëmtohen. Ne mund të flasim për lëndime, mund të flasim edhe ka të vramë të ishin disa ushtarë amerikanë, është luftë. Mirë po, një mitë sa që vetëm dje i kanë bombardue, dhe për thonë në Iran. Ajo është të shëndru faktikisht Iranin të shkatru këtë gjitha kapacitetet luftarake. Ndërkohë, duat ta lidh shpejt dhe itën, pastaj kthehemi tek ju zotri Bilali. Çfarë po raportohet nga mediat në Izrael, ita? Në Izrael, mos harroni që këtu u tha që edhe Netanyahu në farë mënyrë e kanë nxitur këtë konflikt lufte. Raportohet njësoj? Në fakt, ana politike nuk para raportohet, nuk para flitet në këtë moment. Ajo që është kryesorja që flitet në mediat në Izrael është vrasja e kreut diktatorial të shtetit Iran, që ka shumë rëndësi në të momente për Izraelin, për të kthyer shtetin, si me thamë, në një shtet demokrat, sepse 37 vjeç Khamenei që ka zotruar në Iran, ai vetëm ka bërë një popull të varfër dhe ka bërë një shtet, si me thënë, i cili është rrethuar, siç e tha dhe shoku përpara, me shtetet më të përparuara, shtetet arabe që kanë hapur dyert zhvillimit. Dhe ai është qëllimi kryesor që edhe ky shtet të kthehet në një shtet i cili t'i hapi dyert perëndimit, që ai popull të jetë i lirë, që ai popull mos të vritet nga diktatura e shtetit të tij,
Dhe ai është qëllimi kryesor dhe objektivi i parë i Izraelit. Ndërkohë kemi pa izraelitët dhe iranianët duke festuar së bashku. Festuar në Europë, që ajo është diçka shumë emocionale të paktën në qoftë se deri para disa muajsh. Ju kujtohet që gjithë bota Europa ishte kundra Izraelit. Sot çuditërisht flamuri iranian dhe Izrael, njerëzit, populli e mban në përduar, populli kërkon lirin. Dhe për mua, si popull, është shumë emocionale, të gjitha këto politikat, interesat nuk më interesojnë, se sa na intereson qetësia e jetës, sa na intereson liria, të jemi të lirë dhe të qetë ashtu siç janë në të gjithë botën popujt e tjerë. Kështu që për Iranin ka shumë rëndësi dhe për Izraelin ka shumë rëndësi, sepse kjo luftë do të na sjellë të paktën paqe dhe qetësi për një kohë të gjatë, besoj. Po, veç mos harrojmë që shoqëria është polarizuar në Iran. Kemi pa një tabor duke festuar, por në anën tjetër kemi pa dhe protestues duke qarë. Patjetër, dëgjoj, në këto ne kemi kaluar në Shqipëri që gjithmonë nuk është 100% ajo pjesë e cila kërkon demokraci, sepse ajo pjesë e cila ka zotruar, diktatuar deri më sot, diktatura patjetër që ajo dëshiron të zotrojë, sepse mund të them i erdhi fundi dhe kur vjen fundi asnjëri nuk kërkon fundin. Por unë di nga media që dhe mbrëmnatën janë vrarë edhe njerëz të cilët pretendonin të udhëheqin Iranin, do me thënë mbas vratit të Khameneit, por edhe ata janë vrarë, kështu që një udhëheqës në Iran shpresoj do të jetë një udhëheqës tjetër që Trump e di se kush do të jetë, me sa kuptoj, por ajo dhimbja dhe lufta ndërmjet popullit është një rrezik i madh, sepse edhe në Shqipërinë e kaluam një gjë të tillë, të ngjashme, por në Iran ndryshon nga Shqipëria, kështu që shpresoj çdo gjë mos ketë gjakderdhje dhe të kalojë të paktën për popullin të kalojt në qetësi dhe pa vrarë njëri tjetrin. Qartë. Bilali, mund të shohim Iranin ndonjëherë shtet demokratik dhe të hapur për perëndimin? Ja, nuk e besoj. Mund të jetë një trashëgimtar? Përflitet Ali Riza... Përcaktue. Jo, nuk është caktuar. Ali Riza... Mirë, po për atë që është përcaktuar flitet, po thuhet që edhe ka vdekur nga këto sulme. Nuk është asgjë konfirmuar, as ajo që thonë ju, as kjo që e them unë. Po, tash. Fjalën për Ali Pahlavin. Djalin e dytë. E di, po problemi është që ai sun shkon në Iran, s'ka mundësi, për shkak nëse e gjojnë ai figurë tjetër, aty mundet për shkak se qeverisja e Pahlavive në Iran nuk e ka një historik i cili ja jep mundësin që ai të kthehet edhe të ketë një menaxhim të shtetit të Iranit, aty janë 90 milion banor, është një konglomerat edhe nacional edhe religios, kështu që ka me pas vështirësi Iranit të mbijetoj, mirë po problematika është që nëse mbijeton edhe 2 javë, atëherë do të shohëm se a e ka seriozisht Amerika apo ka menu me një bluff prej 12 ditësh së kur herën e kalum që të arrini sukses, po besoj që shumë shpejt ka mu marrë vesh që është një orë kogja e fortë si që ta edhe Lutfiu. Ali Riza Arafi është kandidat kryesor, është djali i Khameneit, por gjasat janë që është një teologi i shkollës së Komës, e cila më realisht ka qenë zënësi Homeinit dhe krahi djathtë. Në fetfan e tij ka pas dallim me Khamenein që ka quajt haram armën bërthamore dhe ka qenë kundër realisht. Praktikisht do shta ka punu në drejtim edhe kuptuat që po. Dërsa ky është për ta vënë funksion një kokë të tillë, ose koka të tilla bërthamore me 450 kg uranium konsiderohet nga ekspertët që deri 11 bomba të prodhohen. Avnin po ta me plotësue, ka qenë shumë interesant para 3 javë në për televizionet shqiptare në Shqipëri, kom pas dhënë një deklaratë që këta kom pas vjedhne, plagiat, nuk u ka në imja. E ke citu? Jo, kom citu diçka tjetër, tash ç'a thëm. Okej.
që një eksperti në Al Arabia ka dhënë një definim që goditja e Iranit do të jetë në resortet në Dubai dhe në Emiratën përgjithësi. Emiratet Pra, është ka ndarë qenë në kjo disa e ditur para 6 persona që udhëheqin në atë vend. Arsyeja është sepse ka kapital financiar të Izraelit dhe të Amerikanëve në këto resorte. Është kjo arsyeja e vetë? Është njëra ndër arsyet. E dyta, sipas Iranit, mund të jetë spekulim që disa një qendër e CIA-t është kamufluar në këto hotele dhe ushtarë amerikan janë vendosur pas goditjes në këto hotele. Do thotë kanë qenë këto 3 arsyet, por goditja që bëhet në aspektin e goditjes edhe aeroporti kuptohet në Dubai, janë arsyet që Shahab 1 dhe 2 kanë distancë, raketat të vjetra, por në distancat e vogla 200-300 km janë shumë efikase. Dhe kjo ka qenë zbashku me Shahed 136 efikase në goditje. Irani realisht Izraeli ka ditë ku me prek në një pikë gjatë bisedimeve që ka insistu, më rëndësi ka dho shkatërimit ose reduktimit në 500 km të programit të raketave ballistike, se sa asoj pikës që diskutohet me decenje. Dhe kjo ka qenë arsyeja, sepse Irani përpos raketave të domejit që ka përcen limitet që janë konvencionale, ballistike, hipersoniket janë që Izraeli në ka prunë në një pozitë që po shihet edhe tash edhe Arrow 2, 3 që fali, apo Iron Dome e ka problem, o të thardhi Amerikan. Dhe kjo realisht u pa dhe gjatë goditjeve tash të fundit, edhe në luftën 12 ditore në vitin e kaluar. Por po duket që Izraeli kishte të drejtë. Kur kërkoj, dhe më thonë, një prej kërkesave për të bisedimeve të paqes ka qenë përfundimi apo ndalja e programeve balistike. Tonë mendojshin që kjo për bën Izraeli për veti, po duket se nuk është vetëm për Izraelin, po gjitha shtetet atje muslimane janë të rrezikuara nga programi i raketave ballistike të Iranit, sepse Irani nuk po prodhon armë ballistike vetëm i mshoj Izraelit, po edhe vendeve tjera arabe. Dje Zelenski tha 57.000 drona të Iranit janë shprazë në atje. Dhe diçka du me thonë. Ka, sidomos shoqënin tonë përmendën spekulime se Netanyahu e ka shti në luftë Amerikën dhe për ngrej për hunë Amerikën. Këto e në interesat Shtetet Bashkuara të Amerikës shumë atë mëdha se të Izraelit. Shtetet Bashkuara, Trumpi po e lun është ndër strategët më të mëdhej që i ka pas Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra nuk mund ta urdhërojnë Netanyahu apo Izraeli shëban për një intervenim të tillë. Është hajgare. Këto po përputhën interesat. E përmendi pak më herët në 100 vitet e ardhshme, vetëm një rival që mundet me pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës në botë është Kina. Vetëm 1.3 milion barela në ditje naftë kanë shkuar vetëm nga Irani në Kinë. Nga Venezuela 1 milion. Dhe më thonë, këtu po flasim për diçka krejt tjetër, dhe më thonë, është nivel krejt tjetër strategjik për arsyet për cilët Shtetet e Bashkuara të Amerikës atje janë të luftu për interesat veta, jo për interesat Izraelit. Qartë. Kemi në lidhje? Avnia ka, këtu nuk janë fjallë të mija, këtu janë fjallë edhe ekspertëve perëndimorë, nuk ka të bëj, po me saj që lufta komplet është shumica, Saksi dhe shumë tjere që janë eminent, përmendin që realisht Amerika, 50% të finansat në Amerikë kontrollohen nga ebrejt, 70% mediumet kontrollohen. Kjo është fakte, ata e thonë, nuk e thonë mund. Qartë. Mirë, po e inkuadrojmë doktoreshe Emanuela Dyrmishi, analiste geopolitikës dhe sigurisë shtetërore dhe gjithashtu përfaqësuese e shtetit italian në NATO. Mirë mëngjes, zonja Dyrmishi, faleminderit që je me ne. Mirë mëngjes, faleminderit ju. Mirë, dua të flas direkt për rolin tuaj, për punën tuaj që bëni. Çfarë roli luan aktualisht Italia në aspektin diplomatik apo të sigurisë në këtë krizë aktualisht që është duke ndodhur në lindjet e mesme? Atëherë, në qoftë se ndalemi te Italia, por do ta zgjeroja edhe tek vendet tjera të NATO, në me pesh, do të thoja në këtë moment, që kanë dhe një aleancë të përbashkët për sa i përket mbrojtjes, dhe janë Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe, atëherë, në radhë të parë teorikisht nuk ishin lajmëruar, dhe këtë e thanë në mënyrë të qartë. Por, me ndërhyrjen e Iranit drejt bazave të aleatëve, do të thoja, në Kuvajt, në Doha, në Irak, gjatë natës së sotme rreth orës 4, të tëra këto vende, në radhë të parë Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania u shprehen të gatshëm për të ndërhyrë në mënyrë aktive
në këtë aset geopolitik të ri që po krijohet. Kjo edhe për një arsye shumë të thjeshtë. Në radhë parë duhet kemi shumë kujdes në këtë moment në ato që janë informatat dhe dizinformatat. Do të thoja, do të sillja një shembull shumë të thjeshtë, u fol fillimisht në orët e para që kishte një sulm të Iranit drejt Kipros, që më pas ishte vetë Kipro dhe Nikosia, që thanë që nuk ishte vërtet, nëse ne do të shikonim raketat që kanë në përdorim në këtë moment Irani, që janë ato fata, po them ato të përdorshme, sepse ka edhe të tjera që janë në zhvillim, arrin deri në 1400 km, Nikosia është 1215 km, ndërkohë në kalim mendoj se do e ndalte dikush. Ndaj duhet kemi shumë kujdes në informacione. Nga ana tjetër, është normale të thuhet që Shtetet e Bashkuara apo aleati i tij në këtë moment po bëjnë interesat e tyre, por nuk duhet harrojmë diçka. Ne vendodhemi në Europë dhe në këtë moment Europa është humbësi dhe duhet të ketë një kujdes shumë të madh, sepse mbyllja e kanalit të Hormuzit në këtë moment në Itali apo në vendet e tjera të Europës është një alarm i përgjithshëm që po çohet përpara. Përse? Mbyllja e kanalit Hormuzit, do të kujtoja që Irani gjatë natës sulmoi edhe natëmbajtëse të kanalit të Hormuzit, përveç faktit që është i mbyllur. Atje kalon 1/5 e naftës që kalon në gjithë pjesën perëndimore, por jo vetëm, kalojnë edhe infrastrukturat të tjera, materialet të tjera nga Kina, nga bota aziatike. Dhe interesat e vendeve evropiane, po prekën interesat edhe të Evropës? Atëre, Europa, si thash, ndodhet në një moment shumë të vështirë në këtë moment. Dhe ne vendodhemi në Europë dhe duhet të kemi kujdes në lëvizjet që bëjmë. Sepse Amerika është larg, aleati i tij është larg. Në këtë moment është i mbyllur Hormuzi, nga ana tjetër, brenda vitit 2028, Europa ka bërë tratativat dhe ka nënshkruar mbylljen komplet të aseteve energjetike nga Rusia. Kështu që e vetmja rrugë që ngjelet në këtë moment janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qartë. Dakor? Nga ana tjetër, nëse do të shikojmë Kinën, Kina në fund të fundit ka rritur menjëherë që dje asetet e përthirrjes së naftës apo të pjesëve të tjera nga pjesa e Rusisë. Kështu që më problematike në këtë moment është Europa. Ne ndodhemi në Europë dhe për këtë duhet mendojmë. Po. 3 efekte që mujnë me pas në mbylljen e ngushticës. Spari është një bombë ekonomike, faktikisht. Evropa në një situatë hipotetike të mbylljes së ngushticës së Hormuzit, për 3 deri në 6 muaj duhet me shku krejt recesion. Kjo është një goditje e jashtëzakonshme. Kjo është goditja e parë. Kina dikon 10 milion barela në ditë i merr përmes ngushticës të Hormuzit. Çka nën kupton kjo? Nën kupton se do të bartë, siç e tha Zoja, do të bartë tërësisht nga Rusia. Rusia për me financu luftën i nevojitet rritja e çmimit të naftës. Dyfishimi për barel e financon Rusin, kurse e rrit presionin të shtetet evropiane për me mbështet Ukrainën. Por, ke parasysh, bllokimi i ngushticës së Hormuzit është aksion veç shkatërrues i Iranit, sepse atëherë të gjithë do ta luftojnë. Ekonomia e Indisë, për shembull, është tërësisht e varur nga ngushtica e Hormuzit. 85%. 85%. Kina e ka 10 milion barela në ditë, është 27%. Do të thonë të gjitha shtetet do ta luftojnë Iranin. Do të thonë një aksion. Do të kthehet dhe Kina kundër Iranit? Do të kthehet se dëmtohet rënd ekonomia aty ose do të përpiqet të gjenë alternativa ose të paktën po tash është kundër, se kur gjys është të nimu. Deri te tash e ka shfrytzuar se 20% naftës ja ka marrë Malir. Kina nuk kyçet në luftime, interesojnë vetëm interesat ekonomike. Ushtarakisht nëse Rusia ka pas marrëveshje strategjike me Iranin për ndihmë njëna tjetrës në rast sulmit sovranitetit. Dje një analist rus tha se kur kanë kërkuar tash Iranin ndihmë, do të thonë me implementu marrëveshjen, Rusia u kanë hap telefoni, ka thonë nuk kemë të bëjmë me cënim të sovranitetit, po me sulm kundër terrorit. Ajo kanë nënkuptuar vendosjen e raketave S-400 dhe do të thonë dhënien e mbrojtjes kundër ajrore, por Rusë nuk ndihmojnë ushtarakisht kundër perëndimit. Po a do ta ndihmon Kina Iran apo do t'i kthehet kundër? Për shumë që është një konglomerat i efekteve të cilat pi prodhon ky konflikt. Edhe prej fillimit thash, peshat të cilën e ka ky konflikt
në geopolitik është aq i madh që nuk ja jep komoditetin asnjë në sport që të jetë indiferent ndaj zhvillimeve të cilat po ndodhin. Evropa, me momentin që me të vërtet ka fillu ky konflikt, nëse vazhdon për një periudhë apo shifët që ka me vazhdu për shkak se efektet e bombardimeve në krejt botën ku do që ka ndodhë, nëse nuk ka pos planifikim për ndërhyrje ushtarake, toksore, që të rëzohet me të vërtet ai pushtet, efekti i sulmeve ajrore është pothuajse zero. Ne kemi po 75 ditër sulmu një Sërbi e vogël prej NATO-s edhe kure kemi po efektin të cilin e ka prodhue. 40 fluturime. Do me to, kanë qenë... po dhe amo problematika është që efekti, po veç atje jo 90 milion banor, nëse nuk, apo shifët që nuk e kanë planifiku që të bëhet ndryshimi prej së jashtmi, ata krejt investimin njën duke bo që me shpresë se do të ndodhë një revolucion i mbrenshëm edhe atëhere do të bëhet një ndryshim i mbrenshëm i pushtetit edhe nuk do të ketë nevojë që të ndërhyjet nga jashtë. Prandaj, Evropa do të involvohet, Rusia do të involvohet, përkundraj që kolegu tha që ajo nuk do të involvohet. Interesi i Rusis do tjetë që sa ma gjatë të zgjatë ky konflikt, për shkak çmimit të naftës të cilën e ka të sigurt në tregun kinezë dhe tutje. Bilali, do të ketë për shkallëzim edhe më tutje, do të involvohen dhe shtetet tjera që u përmendën? Rusia, Federata Ruse ka një partneritet strategjik me Korejën e Veriut në rast sulmit të njërit apo shtetit tjetër ndërhyjet me automatizëm. Me Iranin ka bohile. Po pse ka bohile? Ka bohile nga arsye se ka ditë çka e pret Iranin. E para. E dyta, shef, 055 që i flotilës kineze gjendet atur në oqeanin paqësor, thuhet që ka dhënë informacione për shërbimin e inteligjencës iraniane. Irani ka një problem. Për brenda është i kyçur në strukturat e tyre Mossadi, edhe MI6. Dhe kjo është ai problemi që ka pësu edhe liderët e tyre dhe 40 komando nivel të rangut shtetëror ushtarak. A ka rrugë dalje? Besoj ka pas një telefonat të dielën të Erdoganit, si pas media turke me Trumpin, a mu të jetë një dërmjetësues i besueshëm dhe kredibil, me qenë se shumë ish ministra dhe politikanë Izrael konsiderojnë që radhën e ka Erdogani pas Hamnejt, apo Turqia do jetë Irani i ri. Por, jo, është e vërtet që ka edhe... Dëshira gjithmonë, po... Jo, nivel të rangut janë, ato nuk janë bashkajgare. Por, kjo është muhabet tjetër. Mendoj që implikim do ketë, nuk është bashkë situata ashtu që shmerët që kim parë. Në aspektin ekonomik do thotë $100 i barelit që shkon. Vetë në këtë javë, do hymë në këtë fazë. Mund shkoj deri 150. Efekti ekonomik do jetë në berzën ndërkombëtare, do jetë jashtëzakonisht i vështirë. Do të paraqitet ajo blokada ose sankcionimi kur u bë 73 ndaj vendeve perëndimore nga vendet e xhirit për shkak të luftës së Jan Kipurit që ka qenë atje më herët në vendeve arabe të Izraelit. Mirë, sepse jemi drejt fundit, dua të inkuadroj edhe një herë Itën. Ita, çfarë prisni ju nga gjithë kjo situatë? Është raportuar që janë vrarë dhe krerët e shtetit të Iranit. Çfarë po flitet në Izrael për këtë? Në Izrael, me sa kuptoj, mund të them që Irani sot është më i dobësuar se kur, dhe do me thënë edhe u fort tani që Irani ka sulmuar dhe shtetet e tjera përreth, por kjo të regon për të një dobësi të Iranit dhe një strategji i cili kërkon që të futen shtetet e tjera në luftë dhe natyrisht të largohet ajo rëndësia e luftës së tij dhe do me thënë të ndaj atë dhimbjen si me thënë dhe në shtetet e tjera. Por, ajo që është kryesorja dhe mbrëmnatën e thash janë vrarë krerë të cilët ishin pretendues për të udhëhequr Iranin dhe deri në sot mund të them që kemi një Iran të dobësuar, një Iran kjo duket edhe nga sulmet e tija, sepse në qoftë se 2 ditët e para ishin sulmet pa pushim
Do me thënë gjithkohën kemi qenë në dhomat e sigurimit, mund të them nga dije mbas dite dhe sot, ne kemi një farë pauzë dhe pushimi të disa orëve që nuk ka sulme, dhe këto nga ana ime personale që kam kaluar shumë luftra, tregon vërtet një dobësi të Iranit që vërtet besoj dhe shpresoj që i ka ardhur fundi. Irani po menoj, në një moment, Rusia i pat propozu Iranit që të ndërmerë sulm preventiv, sikur si që merë edhe Izraeli edhe SBA, janë në raste kur e perceptojnë që ka rrezikshmëni, Irani nuk veproj në atë formë, edhe pastaj gjithmonë ai i cili sulmon i pari do ta ketë atë kartën e befasis, edhe një lloj përparësie në kuptimin e efekteve ushtarake. Të kish vepru Irani me një sulm preventiv para prak, unë jam i bindun që ish konun... Ata janë të herëzit ato raketa. Lancus vendet nga ku po lancohen raketat, ku do që jenë pa lëvizme po bombardohen. Edhe për ata bie intensiteti. Bie e tash kanë sistem. Mirë po edhe ato po identifikojnë, kemi po edhe në rrjetet sociale, edhe ato po identifikojnë çka muj me po në periudhën ardhshme. Armën e fuqishme që e ka Irani, dhe me thonë me lancu raketa, do të shkon vazhdimisht duke ra, sepse vjen fuqia, sepse ka koncentrim të jashtëzakonshëm të fuqisë ajrore. E përmendi bombardimet në Jugosllavi, kur kanë qenë natën e parë, kanë qenë 40 fluturime, kurse vetëm Izraeli natën e parë kanë qenë 200 aeroplan. Po flasëm për Amerikan dhe Tomahawk që është krejt tjetër. Mirë, sepse jemi drejt fundit si që thash dhe duat t'inkuadroj dhe zonjën Ndërmishi, ju më erët thatë që Evropa është në një gjendje shumë të vështirë. E shini që mund të rrezikohet dhe ky përshkallëzim mund të vijë edhe në kontinentin evropian? Ndërmishi, më dëgjuat? Lus Regjin që t'na mundsoj komunikimin me të. Ndërmishi, më dëgjoni? Ndërmishi? Me sa duket nuk po dëgjohemi me zonjën Ndërmishi. Atëherë faleminderit shumë që keni qenë pjesë e programit për ditën e sotme. Itat, faleminderit shumë. Shpresojmë që gjendja juaj të jetë e mirë dhe mos kecujmë më andej. Faleminderit.